Na dhe mos me dasht, me lujt këtë rol që sa po përmende, neve nuk na lën populli mos me lujt këtë rol. Sepse na detyrojnë, sepse është kërkesë e popullit. Na dim që si imam nuk e ke për obligim me laj gjenaze. Shembull, apo si hoxh. E dim që si hoxh, si imam nuk e ke për obligim ndoshta me shku me ngushëllu gjithë secilin. E kështu me radhë. Po mos prezenca jonë në këto ngjarje lën pikë të zezë në zemrat e besimtarëve. Ata të cilët nuk na dojnë prezent në shoqni, nuk na dojnë prezent në këto rrethe, janë shumë pak. Ndoshta arrin 100-shin apo jo në vendin tonë, po janë të zhurmë shumë. Kanë hapësira mediatike shumë, bojnë zhurmë shumë edhe kjo është ajo e tëra mendoj. Përndryshe populli neve na don. E kujtoj një rast para disa vitesh, nëse më lejohet. Po patjetër. Një shok i babës, imam ndeqan, kishte një konflikt një person nga Peja me një person nga Kamenica. Dhe thonë që ta zgjidhin problemin para se me shku tek gjykatat. Me pleqnar, përndryshe ai i thot babës do të mirëmi me rastin, baba i thot që të merrnu me djalin sepse i kam bë do vjet edhe djali ka mu marrë me te dhe më thirr mu. Vin familja që kishte konflikt prej Pejes me ata në Kamenicë dhe më thojnë kështu. E kemi pa që me pleqnar nuk po zgjidhet problemi. E kemi pa që me njerëz të politikës nuk po zgjidhet problemi, posaçërisht në anën e juve, në Ana Morav kanë thonë që problemet i zgjidhin hoxhallarët. Andaj jemi drejtu te ti në mënyrë që me na vo zgjidhet problemet. Kjo është atë që deshta me thonë, edhe me dasht me dal prej këtyne angazhimeve populli s'na lën. Tek e fundit fusha është e hapur për gjithë që dojnë me kontribu. Ne nuk ja kemi zonë hapësirën askujt për me kontribu në shoqëri, apo? Është edhe 100% ashtu është, po edhe ata e din edhe na e dim që nuk mundet me ndiku në aspektin pozitiv tek zgjidhja e shumë problemeve në shoqëri ma shumë se sa hoxhallarët. Edhe kjo është e dëshmuar ndër vite.